janë nga grupe, mirë po në shoqërinë e Shqipërisë vrejën që këto gjëra janë duke dominuar dhe natyrisht kur shfaqet një mundësi e tillë për qeverinë që në taborin kundërshtar të ketë një oponent sikur zonja Hududi, do thotë atëherë i shërbejnë mjeshtresht në demonizimin e oponentëve të saj. Unë personalisht, siç e theksova, zonjën Hududi nuk e çmoj për ato qëndrime dhe mendoj se i ka bërë shumë dëm Kosovës. Mirë po, angazhimi dhe qëndrimet e saj publike nuk jam shumë... Në për atë arsye thash ma herët. Një prej gjanave që duhet me pas jo frikë, po që duhet me pas siguri është që këto protesta nuk organizohen edhe nuk kanë prapavija të grupeve të ndryshme. Se duke fillu nga individet, mundet me qenë rejthi shumë a i gjerë. Po, unë aty desha të dalë që qeveris i duhet një armik qoftë aj edhe inexistent dhe zonja Hududi ja bëri argatin më të mirë të mundshëm se ndërlidhi organizimin e protestave me një prapavi të ndikimit iranian, që personalisht nuk mendoj se qëndron fare, për shkak se zonja Hududi nuk ka në ndonjë rol vendimtar në organizimin e atyre protesta, por që narracioni i qeverisë doli i tillë. Dhe tash